Miss Earth Kosova 2021 është Vonesa Aliaj. Vonesa Aliaj, vajza që vjen nga Luksemburgu. Është ajo që fiton Miss Earth Kosovo 2021, do të përfaqësoj Kosovën në finalen e Miss Earth në Filipine. Vonesa, urime, faleminderit Inger. Edhe një parakalim në Miss Earth Kosovo 2021. Suksese, e di që do ndërrosh Kosovën me përfaqësimin tënd në Miss Earth në Filipine, në Manila. Okej. Vendosëm kurorën e parë, gjë rastin falenderoj Coquette Accessories Albania për realizimin e gjithë kurorave që do të prezantojmë sonte. Do të ftoj tani në sken për të shpallur shoqëruesen e tretë të Miss Universe Kosova 2021, përfaqësuesen e Fafa Group, që është rrjeti i hoteleve më luksoz dhe më i mirë në të gjithë bregdetin e Adriatikut. Zonjur Stella Cerenishti. Bravo Stella. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, ndihem shumë e vlerësuar që sot do t'jap çmimin e dytë shoqërueses së dytë të Miss Universe Kosova. Edhe ne mezi po presim të dëgjojmë emrin. Tu na ndihmosh tani. Na thuaj emrin. Dhe ajo është Emigreta Krasniqi. Emigreta Krasniqi, shoqëruesja e dytë e Miss Universe Kosova 2021. Faleminderit Stella. Faleminderit Emigreta.